Përshëndetje nga ky episodi 9 të Class Real Estate. Herën e fundit që ndodhesha në ambientet e kësaj rezidence ishte për të takuar një çift i cili historinë e suksesit ja atribuon dashurisë për familjen, që bashkë me profesionalizmin e kaq shumë viteve kanë krijuar një histori jo vetëm suksesi, por inspirimi që do ta tregojnë sot për dëgjuesit e Klasit. Me mua janë Florinda dhe Festim Lutaj nga AD Real Estate. Përshëndetje Florinda, faleminderit që ke ardhur, faleminderit Festim që jeni sot me mua në Class Real Estate. Është kënaqësi t'ju kem dhe jam e bindur që është kënaqësi edhe për dëgjuesit e Klasit që të dëgjojnë historinë tuaj, jo vetëm të suksesit në punë, por të suksesit më të rëndësishëm në jetë, që është ai në familje. Edhe ndoshta ky është arti juaj të bërit bashkë këto dy arritje për të krijuar një gjë shumë të bukur, siç është AD Real Estate. Për ne ka patur sukses, por të gjithë njerëzit që na pyesin, problematika më e madhe dhe kryesore dhe pyetja që na drejtojnë më tepër është si bëni ju të dy në punë, por në fakt ka performuar suksesshëm deri tani. Ky është një kuriozitet edhe imi, edhe në fakt tregon se sa të fuqishëm jeni ju njëherë si dy individ dhe pastaj si dy punëdhënës për stafin tuaj edhe si dy profesionistë në fushën tuaj. Por do të dëgjojmë më tepër, do ulemi për një bisedë të këndshme. Patjetër. Edhe do t'i tregojmë gjithë historitë dhe sekretet tuaja të profesionit. Siç po e përmendja pak këtë aspektin tuaj njerëzor që e keni transmetuar në punën tuaj. Herën e fundit kur po shndronin në zyrën tuaj, unë lexoja dy iniciale, që janë edhe inicialet e brendit tuaj, AD Real Estate, që nuk më përputheshin me emrat tuaj. Derisa kuptova që janë inicialet e dy emrave më të rëndësishëm për ju. Si është kjo historia pas të emrit AD Real Estate? AD Real Estate ka lindur si një iniciativë e përbashkët dhe AD është A. Aiden, djali jon i madh, dhe D. Darje, djali jon i vogël. Kështu që janë inicialet e dy fëmijëve tanë. Suksesi më i madh në një biznes është pikërisht atëherë kur ka një frymë familjare dhe ka një frymë shumë të ndershme, të brendshme, që buron me shumë pastërti dhe në qoftë se dy njerëz sot janë prindër, gjithë pjesën e tyre të jetës ja dedikojnë sakrificës për të rritur ata dy fëmijë dhe për t'i dhënë më të mirën e mundshme. Dhe më e mira e mundshme merret pikërisht atëherë kur biznesi mban një emër të asaj që pikë më të rëndësishme. Ju keni depërtuar shumë shpejt, por jo rastësisht në këtë tregun e vështirë të pasurive të paluajtshme. Edhe e keni nisur pikërisht këtu. Këtu. Pak për fillimet mund ta tregoj edhe Festimi, të shfrytëzojmë kohën që e kemi këtu, sepse pastaj unë do t'ja lë të gjithë hapësirën në Florindës. Iniciativa jonë e këtij biznesi vjen pas shumë lutje që Florinda linte profesionin që ka pas dhe te puna ku ka qenë. Dhe kam insistuar jashtëzakonisht shumë që të merrnim një zyrë dhe ta merrnim pikërisht këtu. Dhe neve kur kemi marrë zyrën këtu ka qenë i rrethuar si vend. Nuk ka pas... Pra keni qenë të parët? Kemi qenë ndër të parët. Dhe nga ai moment pastaj fal gjithçkaje, fal punës, fal përkushtimit, fal Florindës dhe Festimit dhe ato dy inicialet që përmendëm pak më parë, çdo gjë është bërë e mundur. E vërtet. Çdo gjë lidhet me tipet, sepse në familje ka gjithmonë dy karaktere të ndryshme. Për gjithë ata që na njohin e dinë shumë mirë që Florinda është një njerëz pak më pak i palëkundur dhe mendohet shumë herë për të hedhur disa hapa, ndryshe nga Festimi që është shumë herë më aventurier dhe është me idenë që provoj gjithmonë gjëra të reja. Festimi e ceku pak, por do të jetë më bukur ta dëgjojmë nga ty, sepse e ke të jetuar fillimin tënd në një krejt tjetër fushë. Ti ke qenë pjesë e sistemit bankar, që pa diskutim ka krijuar themele të forta për ty edhe të ka mundësuar këtë backgroundin që të bën shumë të aftë edhe në profesion, ma mërmendja. Në fakt, do ta nisja pak më herët se sa direkt të sistemi bankar, sepse mendoj se gjërat lidhur me karakterin e njerëzve dhe fëmijët, pra se nisim më herët akoma, kontribuon jashtëzakonisht shumë në mënyra se si rriten dhe unë jam rritur me një disiplinë familjare shumë të mirë, ku biznesi familjar ka qenë gjithmonë në fokus dhe kam qenë gjithmonë e angazhuar dhe kjo në këtë mënyrë të socializon që të ngjisës hapa që sjellin një lloj suksesi pavarësisht llojit industrisë që ndjek nga pas. Me mbarimin e universitetit kam nisur punën time të parë dhe ndoshta të vetme në një sektor bankar dhe ka qenë për një eksperiencë mbi 8 vite, ku kam punuar në departamentin korporate dhe biznesit të madh, më ka dhënë një lloj disipline shumë të madhe
dhe jam njohur me njerëz të cilët më kanë ndihmuar për të ngritur dhe për të krijuar një lloj standardi për mënyrën se si njerëzit kanë dëshirë të përkëdhelen në mënyrën e mirë të fjalës dhe të gjenden në habitatet e tyre komode për të shprehur dhe për të realizuar punë të ndryshme me ta. Banka është një sistem me shumë disiplinë, me shumë të kuruar, na formon jashtëzakonisht shumë dhe është eksperienca ideale për çdo të ri që nis karrierën e vet. Pastaj normalisht vjen një moment që çdo njeri nga ne ka dëshirë që të bëjë diçka ndryshe, ka dëshirë që të ketë diçka të vetën, për lidhet më tepër edhe me pjesën e tipeve të leadershipit ku kanë nevojë që të jenë protagonistë ose ndoshta të jenë protagonistë, të nxjerrin më të mirë me tyre, po. Në fakt nga kjo fjali kam theksuar dhe kam fiksuar që nga jeta duhet marrë gjithmonë më mira. Dhe nga çdo vend që kemi shkelur, çdo njeri që kam takuar, jam përpjekur të marrë gjithmonë më të mirën dhe kam nxjerrë një mësim absolutisht. Cikli në bank nuk ka qenë i shkurtër, edhe ti e the shumë bukur që nga çdo eksperiencë duhet marrë ai thelbi dhe duhet marrë esenca, edhe ato kujtimet e bukura, kujtimet e mira që na formojnë edhe na ndihmojnë që të bëhemi të aftë në fushat e tjera që mund të ndjekim në të ardhmen. Edhe mendoj që edhe ky rrethi i njerëzve me cilët ti ke bashkëpunuar dhe ke lënë një shije të mirë tek ta, tek klientët e tu, ka qenë një bazë e mirë kur ti ke formuar këtë biznesin tjetër tani të real estate-it, sepse ajo çfarë unë vlerësoj tek ti është që klientët të kanë zgjedhur dhe rizgjedhur në të dyja fushat, pra kanë dashur që të ndiqen nga asistenca jote dhe nga suporti jot, dhe mendoj që këto janë themelë që bankat kanë ndihmuar ti vendosësh. Ka patur rëndësinë e vetë edhe në këtë lloj suksesi. Për vetë faktin sepse përveç klientëve që unë kam njohur tek sistemi bankar, është për të tekstuar shumë që e gjithë stafi dhe korporata e asaj banke janë njerëz me të cilët unë flas me kënaqësi më të madhe sot edhe në këtë industri që unë bëj. Përveç anës njerëzore, por edhe anës profesionale që na lidh me punën. Nga ana tjetër, besoj se po. Po ata kanë lënë tek unë, ti është e sigurt, kështu që se sa kam lënë unë, kuptohet nga mënyra se sa përgjigjet secili prej tyre dhe se si përgjigjet secili prej tyre. Por nga ana tjetër më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë kjo lloj gjëje në këtë industri, sepse bankat janë një partner shumë i rëndësishëm në industrinë që ne ndjekim sot në real estate-it. Dhe për një bazë klientele shumë të madhe dhe të gjerë, partneriteti kryesor janë bankat. Dhe unë kam qenë një urlidhse, përveç se është detyra jonë që normalisht si broker apo agent të zyrave real estate t'i suportojmë në të gjithë rrugtimin që ka një transakcion që nga fillimi i prezantimit të pronës apo këshillimit se si duhet dhe ku duhet investojë secili prej tyre, se normalisht lidhet edhe me anën emocionale ku çdo njeri ka nevojë të kryejë besim. Dhe për krijuar besim duhet që t'i orientojmë aty ku ata e ndjejnë veten më së miri duke i treguar të gjithë anët pozitive dhe negative të secilës prej temave që diskutohen edhe vendeve ku duan të investojnë. Dhe deri pastaj tek hapat e radhës ku shumë herë në më shumë se 50% e rasteve janë edhe bankat prezente dhe janë partnerët kryesor në rastin konkret, ku unë jam një urlidhse dhe kjo na ka ndihmuar shumë që të jemi shumë afër klientëve dhe të krijojmë një lloj besueshmërie. Pra formimi që ti ke në të dyja fushat të bën të mundur të realizosh dhe një parakualifikim të klientëve. Pra ti e ke një përshtypje që ja u transmeton dhe atyre si një informacion i rëndësishëm dhe shtesë që jo kushdo mund t'ja u japi, se cilët janë ato klientë që mund të përfitojnë trajtimin optimal dhe maksimal në atë aspektin e bankave dhe të shpërblimeve, dhe deri ku mund të shkojë ky shpërblim. Pra bën dhe një orientim të buxhetit që është shumë i nevojshëm. Kam punuar gjithmonë me zemër dhe ndoshta është diçka që ne e dëgjojmë ka të gjithë, por ata që më njohin e dinë shumë mirë që jam e fokusuar që jem gjithmonë shumë transparent me klientët. Dhe ditët të them që çdo klient, qoftë në punën që unë bëj sot, që është një gjë e imja, dhe qoftë në punët ku kam prekur, përfshirë këto dhe biznese familjare, i kam bërë gjërat me zemër dhe çdo njeri është rikthyer. Është rikthyer sepse është ndjerë shumë komod me mënyrën se si neve orientojmë, është ndjerë shumë mirë me besueshmërinë, është ndjerë shumë mirë me orientimin që i kemi dhënë dhe ka patur raste që gjërat nuk janë realizuar për vetë faktin që kemi insistuar që kjo gjë nuk duhet bërë. Pra këshillimi dhe besimi dhe transparenca na kanë ndihmuar që klientët të fitojnë besim dhe në fund kanë ngelur miqtë zyres tonë dhe miqtë tanë, jo vetëm thjesht numra klientësh. Pra aspekti njerëzor ka prevaluar atë interesin financiar, edhe kjo përkthehet në një sukses më afatgjat. Unë mendoj që suksesi afatgjat është më i vlefshëm se një marrëveshje e kryer në një moment ndoshta edhe gjatë nxehtësie, sepse është bërë një sfidë edhe për njerëzit tani, këto çmimet e flyra edhe tregu është i vështirë dhe vërtet ndoshta njerëzit operojnë në gjatë nxehtësie sipër, duan të kryejnë një marrëveshje, duan të blejnë, të kenë një plan,
ai tensioni që krijon ndoshta pamundësia për të realizuar këto blerje, ti je aty për t'ju thënë ndoshta prisni ndonjëherë dhe prisni derisa të vi momenti i duhur dhe prona e duhur. Sidomos të klientët që janë tashmë miq të tyre dhe nuk konsiderohen më thjesht klient, ata janë gjithkohës japim edhe marrim me ta në sensin që pyesin ku është idealja për momentin, ndoshta duket sikur jemi në kushte më të papërshtatshme të tregut për të realizuar investime, por jo, në fakt jemi në periudhë transicione, jemi në fazë zhvillimi, jemi në një fazë ku secili prej njerëzve të cilët kanë dëshirë të realizojnë diçka, nuk janë kurrë vonë. Pasuria e patundshme, pronat janë ato të cilat kthimi investimi. Unë që besoj tek energjia, besoj se ndodh gjithmonë, por tani po të pyes për çën racional, ndodh ndonjëherë që të nisen njerëzit më tepër nga energjia e mirë se ku përkasin apo ku nuk ndjejnë se përkasin përpara rëndësisë që mund të kenë zonat në vetvete, pra ti mund të përmendëm pak më parë një bisedë që bëm miqësisht, ka zona që po përjetojnë një zhvillim shumë të madh, edhe ndoshta është dhe shumë e frytshme ekonomikisht që t'investohet në ato zona, por vetëm se njerëzit mund të mos ndjejnë që përkasin aty, refuzojnë të bëjnë një blerje aty. Ndodh që funksionojnë shpesh me energji? Funksionojnë. Në qoftë se gjëja e parë që ne vullë themi klientëve kur drejtohen tek ne për të realizuar një transakcion ose për bërë një blerje, kryesisht kjo lidhet me baznesat ku do jetojnë vetë, orientohemi drejt buxhetit që ata kanë dhe orientohemi drejt kërkesave që kanë. Por shumë herë buxheti për situatën ekonomike që ndodhemi sot në vend, shumë herë buxheti mund të limitoj, patjetër mund të limitoj zgjedhjet. Por ndjesia, sidomos me banimet, është e lidhur jashtëzakonisht shumë me njerëzit ku janë rritur, socializimi i tyre. Pra, njerëzit që janë rritur po themi në zonën e bllokut, duan patjetër që të investojnë dhe të jetojnë në zonën e bllokut. Janë të pakët ata në numër që guxojnë për të shpërngulur, vetëm në rast se do të ishte prap. Domethënë baza është ngjelet baza, aty ku je socializuar dhe je rritur, ajo të duket sikur është zona më e kërkuar dhe zona doqit të bësh. Alternativat dhe opsionet e ndryshme janë sipas tipologjisë së njerëzve, klientëve që kanë dëshirë që ndoshta të kenë diçka më tepër se sa thjesht një apartament në zonën ku janë rritur. Por kryesisht lidhet me ndjesinë. Pra, është një lloj sikur më pyesësh mua si do ndihesha nëse do bëje të kisha po themi shtëpinë ose zyrën në një ambient tjetër, por në fakt unë kam ngritur hapet e parë këtu edhe të krijuar këto baza, kam krijuar facilitetin, po. Të gjithë ndjen që energjia jote është përqendruar këtu. Dhe në fakt këtu është përqendruar, pra ti këtu e ke nisur aktivitetin tënd si konsulente real estate, suksesi, po. Edhe në fakt ky sukses, paçka se ti je shumë modeste edhe nuk e reflekton ndoshta mirëfillti me fjalë të mëdha të suksesin tënd, por në fakt është e vërtetë ti në 2 javët e para që ke nisur punën në real estate, ke arritur për shkak të vullnetit dhe të përpikmërisë tënde për të realizuar gjërat, të bësh shitje shumë të mëdha. Pra, brenda 2 javëve ti ke arritur shifra shumë të larta shitjeje. Kam patur sukses. Ndoshta ka qenë kjo edhe një shenjë të tipit që nuk ka qenë gabim fakti që unë bëra një shkëputje, sepse të nisësh diçka tëndën, pavarësisht historikut, të ka nevojë për motivim, dhe motivimi më së miri, domethënë është lidhur me energjinë, që diskutuam pak më parë, domethënë energjia pozitive, që mendoj se ka qenë thjesht tregues të mirë, të cilët sigurisht vinë edhe përjedhoje gjithë atyre që diskutuam deri tani, po besoj se lidhet me energjinë që ka qenë një shenjë që jam aty ku ndihem mirë, ku ndihem vetvetja. E vërtet, edhe ka patur në zotërim gjithçka vetë, domethënë për të qenë ti në krye të gjës tënde. Edhe kjo është shenja që miratoj ndryshimin tënd, dhe ta, tani... Duhet mbajtur fort, mbajtur po një lloj, duhet të ecim me njëra të hapa. Si ruhet cilësia e punës, pra në shumë vite? Përmendet shpesh mes njerëzve dhe është e vërtet që në momentin që korren ato hapat e parë të suksesit edhe të mirat e para të punës, mund të ndodhi që njerëzit anashkalojnë pastaj cilësinë, sepse fokusohen tek sasia e të kryerit veprime. Unë mendoj se, domethënë, të anashkaluarit cilësinë, unë kupton që je afat shkurtër. Kështu që qëndrojmë fort, marrim më pak dhe jemi më afat gjatë. E vërtet. Ne kemi diçka të përbashkët, që është dashuria për udhëtimet, edhe ndoshta kjo shkëputja e shpesht që ju keni dhe shumë e nevojshme për njerëzit që të kenë një shkëputje nga rutina e ditës edhe nga ato ngarkesat e përditshmërisë për të qenë më të frytshëm dhe më produktiv më vonë. Por kjo kërkon që ju të keni një staf i cili kur ju nuk jeni aty për ta, për të suportuar, të përgjigjen dhe të jenë përfaqësues shumë të mirë të emrit tuaj.
Si ndodh kjo përzgjedhja juaj e stafit, që është gjithashtu i lidhur shumë ngushtësisht me ju? Për fillimin ton, ne kemi zgjedhur që Ardor Real Estate të përfaqësohet me rrethin e ngushtë. Pra, jam unë, është festimi dhe kemi familjarë tanë, të cilët janë të përfshirë tek real estate-i. Ata janë njerëz që kanë më besuar. Në rastet ku neve nuk kemi qenë, duke marrë në konsiderat që kemi qenë në lëvizje ose të angazhuar me projekte të tjera që lidhen gjithmonë me real estate-in, neve kemi deleguar klientët edhe tek stafi jonë që realisht kemi patur sigurinë dhe besimin që janë trajtuar po një lloj, nisur edhe nga feedback-et që na kanë dhënë. Pra, aktualisht e kemi trajtuar në formën e familjes, familje të vogël, le të themi, që po kujdeset në detaj që Ardor Real Estate të marrë zhvillimin e duhur. Por sigurisht ne jemi të hapur dhe kemi trajtuar edhe raste të tjera, siç kemi vajzat që janë të pjesa e back office, nuk duket, e marketingut, janë shumë profesionale. Domethënë kemi një frymë bashkëpunimi dhe një frymë shumë familjare me njëri tjetrin. Pra, nuk e njohim atë, jemi shumë suportiv. Jemi shumë suportiv dhe të gjithë atë që unë mendoj vetë përpiqem të transmetoj dhe ka performuar shumë suksesshëm dhe ka rastisur shumë mirë që e kanë thithur po të njëjtën energji që ne kemi transmetuar. E kuptoj. Edhe në fakt duhet një bazë e mirë njerëzish që të trajtojnë po ashtu standardin e lartë të pronave, që është vërtet i tillë, është i standardi art pronash që ju trajtoni. Edhe kur kemi bërë atë bisedën tonë, ti më tregove pak gamën e gjerë të zonave që mbuloni, të tipologjisë pronave që mbuloni, dhe jam e bindur që nuk është e thjesht jo vetëm ti fitosh këto prona dhe ti kesh në trajtim, por dhe ti ruash. Pra, të ruash bashkëpunimin, të ruash, siç folëm, besueshmërinë, edhe t'ju japësh edhe ti klientëve të tua të besimin që do të trajtohen në mënyrën më profesionale, siç meritojnë prona të këtij standardi. Konkretisht sot ne do të tregojmë për ndjekësit e klasit, një pronë shumë ekskluzive dhe është mirëfillti ekskluzive. Është një penthouse në katin e 16 të një prej ndërtesave në këtë rezidencë, një nga 5 penthouset, pra është vërtet një gjë që nuk gjehet shpesh, pra janë 5 nga të cilat vetëm njëra për shitje dhe ajo një që trajtohet e trajtoni ju. Si arrini ti jo vetëm ti gjeni, po si arrini që ti trajtoni me kaq profesionalizëm këto prona, se nuk do të jetë e thjeshtë, është një përgjegjësi e madhe për ju. Në rastin konkret, më besoj lidhet vetëm me anën familjare, sepse të qenurit shumë familjar me njerëz dhe shumë transparent na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të krijojnë. Kjo na ka shërbyer si një urë lidhëse për të krijuar marrëdhënie shumë të mira me klientët, se tipologjia e klientëve, domethënë, është ndryshme, por në rastin konkret janë klientë me shumë potencial të cilët na kanë dhënë mundësinë, na kanë besuar dhe ne jemi përpjekur që t'ju ruajmë të njëjtin fanatizëm, besimin që ata na kanë dhënë për t'ju shpërblyer pse jo në mënyrën më të mirë të mundshme, që do jetë që tek mënyra se si ne zgjedhim për t'ia prezantuar një pronë ndikujt. Edhe sot do ta prezantosh një të tillë me mua. Sot do ta prezantoj ashtu si në shtëpinë time. Në këtë ambient që e njoh shumë mirë dhe më së miri mund ta prezantoj një pronë të tillë. E njoh mirë dhe edhe ti di ti nxjerrësh më të mirën në pa. Kështu që do t'i marrim ndjekësit e klasit në një pronë shumë ekskluzive. Do të vini me ne pas dyrëve të një penthouse-i në katin e 16 të kësaj rezidence, i vetmi në shitje, dhe ky i vetmi në shitje trajtohet nga Florinda dhe nga festimi. E jani me ne. Florinda, ascensori i kësaj ndërtese të dërgon në katin e 16, ku ndodhet vetëm një apartament. Pra, është një formë ascensori privat. Privat. Sido që të dukesh dhe sido që të jesh, në çfarëdo lloj gjendje, ti burin tek shtëpia jote. Është i investuar apartamenti? Apartamenti nuk është i investuar, për faktin sepse kur trajtohen për shitje, janë apartamente të cilet më pas trajtohen sipas dëshirës që kanë investitorët që realizojnë modelin e tyre. Por të nuk ka një shtëpi, përkundrazi, nuk do të shikojmë që duket po aq i bukur edhe pse nuk është i investuar. Po, kam përshtypjen madhështia në këtë kat që ndodhet dhe në këtë vend ku ndodhet duhet qëndrojë te pamja. Patjetër, te pamja dhe tek fakti që është gjithë fasadë dhe ka ndonjë shumë drejta natyrale që më pas kur investohet do duket akoma më mirë. Mendoj se i tërheq vlerësit e kësaj kategorie ky diskrecion. Pra, të qenit kaq të veçuar, mendoj se është zgjidhja ideale për vlerës pikërisht të kësaj kategorie pronash. Ka dhe elemente të tjera të cilët do t'i trajtojmë? Po.
Linda, unë e kuptoj madhështinë e kësaj plane tani. Ti më tregove që është diçka vërtet e veçantë, por është lehtësisht e kuptueshme se çfarë dallon këtë plan. Unë kam trajtuar shumë gjatë Legjun, tu i kam nisur fillimet e mia dhe është një nga apartamentet më të veçanta, sepse e para është një nga të vetme që ndodhet sot për shitje, duke qenë se jemi në katin e fundit, në katin e 16 në një prej kullave, dhe kjo bën shumë të rëndësishme. E para nga privatësia që ka, nga sipërfaqja që ka apartamenti dhe nga pamja që ka apartamenti. Sot jemi në kushte që apartamenti nuk është investuar për vetë faktin që investitorët të cilët do ta blejnë do jenë njerëz të cilët do ta bëjnë sipas gusteve dhe dëshirave të tyre, dhe projekteve dhe planeve të tyre. Por është gjithë rreth rrotullt me fasadë, ka një sipërfaqe prej 220 metra katror dhe mbi 100 metra katror i ka verandë, ka 3 dhoma gjumi, mund të konvertohet dhe 4 në dhoma gjumi, ka një living room të bollshëm, ka pjesën e tualeteve, ka pjesën e depove, pra është mjaft i kompletuar. Por, më e rëndësishme, përveç pjesës brenda shëngelet individuale për atë që i zgjedh, është pozicioni ku ndodhet. Pra, përveç se ka pamje, ka facilitete, ka një arkitekturë shumë të mirë, ka shumë dritë natyrale, ka facilitetin e aksesueshmërisë, lokacioni top on që të gjithë realisht ka patur një kërkesë që ka performuar shumë suksesshëm ky kompleks dhe për më tepër që ne kemi zgjedhur sot të prezantojmë ajkën e këtij kompleksi, nëse mund ta themi në këtë lloj forme me plot bindjen. Dhe më e rëndësishmja është liçeni, që e kemi vetëm 2 hapa dhe kjo krijon shumë facilitete, qoftë për familjar, qoftë për komoditet, qoftë për pamje dhe motivim për atë që secili prej tyre investon dhe blen. Vendodhja pa diskutim, sepse të shijosh një pije këtu në darkë është si të ndodhësh në rooftopin më të mirë të Tiranës. Pra, në fakt ka shumë të përbashkëta me rooftopet e Tiranës, nëse mund ta themi në këtë lloj forme. Është ndër ato më premium ky. Është vërtet që kjo rezidencë në ka diçka që e dallon nga të tjerat. Është arkitektura e veçantë. Arkitektura e veçantë, po dhe jo vetëm është një rezidencë e cila facilitetet i ka pranë, pra ti mund të aksesosh çdo pikë të rëndësishme të Tiranës, por i ka dhe brenda saj. Pra nuk ke nevojë fare të dalësh, nëse nuk është në dëshirën tënde të dalësh, mundet fare mirë të gjesh gjithçka këtu. Zbret poshtë çdo shërbim që ke dëshirë. Nuk e përjashtoj mundësinë edhe që jepet i arreduar, pa diskutim, thjesht ngjelet pastaj në hapësirë, në diskutim dhe në dëshirë të palës vlerëse, patjetër. Po. Ndoshta nuk mund të përdorim terma konkret, shifrash dhe vlera konkrete, por diçka që lejon blerësit të kuptojnë se sa e rëndësishme nëpër masa është kjo blerje, është duke cilësuar që vetëm arredimi është menduar të jetë 500.000 euro. Një vlerë, po, me planin paraprak, në qoftë se do merret në konsiderat sigurisht përveç faktit që secili prej tyre mund të mendojë ta investojë ashtu si ai dëshiron me arkitektët e tyre, paraprakisht është bërë një plan investimi i tillë, një formë inspirimi. Domosdoshmërisht një pronë e tillë shkon paralel me këtë lloj investimi, sepse ajo që ne shikojmë çdo ditë në Tiranë është dhe madje e shikojmë më pak në vendet e tjera jashtë, nëse i referohemi kryesisht njësive apo lokaleve apo bareve, që jemi njerëz të cilët duam të bukurin dhe bëjmë shumë gjëra të veçanta. Dhe kjo duam të investojmë tek e bukura tjetër. Nuk vlen vetëm kjo baza që është krijuar, po duhet fryma e çdo familje, çdo t'i japi atë prekjen e vet magjike që e personalizon. Vjen edhe në raport me faktin që ky kompleks, jo vetëm kompleksi, por në fakt e gjithë zona, ndoshta edhe duhet ta themi po që mjaft të dëgjuar edhe nga të gjithë që ka një bazë minimale nga ku fillojnë çdo lloj shitje, në sensin që mund të jemi 3.200-3.500 euro për metër katror, por gjithmonë pra mbi këtë vlerë minimumi e konsiderojmë këtu. Pastaj maksimalja varet nga pozicioni i apartamentit, nga pamja e apartamentit, investimi që ka apartamenti dhe shumë detajet e tjera të cilat me secilin nga klientë për çfarë kërkon ju asnjëarojmë me detaje. Që këtë e përcakton shitësi, sepse ndoshta ka një keq kuptim në atë qasjen masive të kompetencave që kanë agjentët e real estate-it. Ndoshta ai acarimi apo ajo mospërputhja e mendimeve që kanë në raport me shifrat kanalizohet tek agjensitë sikur të jetë përgjegjësia e tyre, por për ta qartësuar edhe për dëgjuesit edhe për ndjekësit. Me sa informacion kam unë, kjo pra vlera e pronave që shiten është kompetencë e lidhur ngushtësisht me pronarin që do ta shesi. Në fakt është shumë keq sepse ndonjëherë vjen edhe fyr pak nga pjesa më e madhe e popullsisë që agjencitë janë ata të cilët krijojnë disnivele, por jo, qëllimi i agencive është të japë informacionin e saktë, të interpretojë dhe bëj bashkë shitsin edhe blersin. Dhe
Vlera e transaksionit për agjencitë dhe për ne ka shumë pak rëndësi krahasuar me atë që ti merr back si feeling. Pra ndihet mirë pala shitse, ndihet mirë pala blerse dhe ata e gjenjojnë me njëri tjetrin se fundit ne bëjmë ndërmjetësimin e tyre. Sigurisht suportojmë në çdo nga hallkat nga fillimi deri në fund, por në fund janë ata të cilët vendosin me njëri tjetrin dhe nuk jemi ne ata të cilët i bëjmë çmimet. Pra ti vendos në një hapësirë opsionet, pa diskutim. Ti shfaq opsionet që ofron tregu. Dhe më pas është në dorën e blerësve nëse hapësirat ju lejojnë apo jo që të përzgjedhin një nga ato njësi. Dhe mendoj që është shumë mirë që disa agjenci pozicionohen për disa kompetenca specifike. Ke agjenci ku ti drejtohesh paraprakisht për këto okazion. Ke agjenci që e kanë vendosur pra atë brand placement e kanë të tillë në treg dedikuar për këto prona ekskluzive. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse bën dhe një ndarje. Kemi fituar shumë respektin e njerëzve të cilët janë edhe besimin mbi gjitha të cilët disponojnë prona këtu në kompleksin e Lakeviews, po gjithashtu edhe të klientëve të cilët na zgjedhin. Paralel i theksoj me shumë rëndësi edhe kolegët tanë të cilët nëse kanë kërkesa që lidhen me këtë kompleks adresohen tek ne sepse deri diku jemi krijuar si nëse mund ta themi po pa e egzageruar si një lloj imazhi për Lakeviews sepse të gjithë kolegët mbështeten tek ne. Sigurisht ka edhe shumë kolegë të cilët kanë marrëdhënie të tyre dhe nuk i përjashtojmë përkundrazi, respektojmë dhe punojmë me ta po një lloj. Kjo nuk është vetmja verandë. Nuk është vetmja verandë. Që ndodhet në apartament. Kjo është një nga dy verandat. Dhe të dyja bashkë mundësojnë këtë pamjen e plotë, pra 360 gradë. Po, i cekin të gjitha këndet të Tiranës. Veranda e dytë ndodhet në anën tjetër të apartamentit dhe është po prap kaq e bukur. Po, e vërtetë. Tregon një anë tjetër të Tiranës, këtu kemi liçenin. Edhe gjithë Tiranën? Edhe gjithë Tiranën, patjetër, ndërsa nga ana tjetër është e fokusuar tek ndërtesat e tek ullat edhe tek aspekti më industrial i Tiranës. Ku kemi akoma një prekje të natyrës dhe të ujit, që është shumë shplotëse për shumë shplotëse është pjesa ballore e kompleksit, domethënë për shkak të arkitekturës duket vërtet shumë bukur edhe vetëm pamja e kompleksit në mos pa dalë te komponentet e tjerë të cilët e plotësojnë akoma më shumë të apartament. Çdo element i Tiranës dallohet këtu. Shkojmë te në anën tjetër të apartamentit për ta parë edhe atë aspektin tjetër të pamjes këtu. Florinda, erdhëm dhe në këtë anën tjetër të apartamentit, ku balkoni tregon një tjetër kënd të qytetit, edhe me qenë se era fjala tek qyteti, ka prona të tjera të kësaj kategorie që ti konsideron shumë të rëndësishme për portofolin tënd? Patjetër, neve trajtojmë një portofol shumë të gjerë pronash, sigurisht çdo gjë përkushtet edhe në raport me atë që klientët kërkojnë. Përgjithsisht punojmë me të gjithë Tiranën dhe me secilin nga komplekset që Tirana ka në zhvillim apo të përfunduar apo së ndërtuari. Dhe jo vetëm në Tiranën e qytetit që ne shikojmë tani në pamje, por edhe në zona periferike të saj të cilat kanë një kërkesë edhe ato të lartë nga tipologjitë ndryshme të klientësh. Gjendemi kudo. Kryesisht në Tiranë mbulojmë pjesën më të madhe të saj. Por sigurisht punojmë edhe me klientë të cilët trajtojnë prona po kaq ekskluzive sa që është ky apartament që ne listuam ditën e sotme, që i trajtojmë me një delikatesë dhe seriozitet sigurisht. Sa më tepër bisedojmë, aq më tepër zbuloj rreth teje. Prona të këtij standardi pa diskutim që ju keni, por keni gjithashtu dhe okazione shumë të mira, por që ofrohen po të njëjtën cilësi prone. Pra jo okazione ku ti paguan dhe nuk merr asgjë në këmbim në aspektin e cilësisë dhe shërbimeve. Pa diskutim. Përbishemi të jemi shumë të kujdesshëm me atë që ne u japim klientëve, sepse siç thash klientët na kthehen sërish dhe ata që kthehen dhe bëjnë miq të zyrës janë ata të cilët kanë ngelur të kënaqur pikërisht nga kjo gjë. Faleminderit shumë që ishe me mua sot. Ishte kënaqësi që të shikoja këtë copës të bukur të Tiranës. Këtu, këtë apartament, edhe të dëgjoja më tepër rreth historisë tuaj, të krijimit, të zhvillimit edhe të suksesit që keni arritur sot dhe që uroj ta mbani për jetë. Faleminderit shumë. Neve do ta nisim hapin duke të shitur ty pronën së pari, po jo këtë një tjetër. Kështu që kështu bëjnë miq të zyrës. Kalati marrim nga brenda dhe të kalojmë tek zyra për detajet e tjera. Mua kalan ma more nga brenda. Ndoshta nuk do synoj diçka të tillë, as të ngjashme. Për këtë të kërkoj ndjesë se ndoshta nuk dihet nga ato transaksionet e mëdha. Transaksionet maten me ndjenjë. E vërtet, shumë e bukur. E mbyllim me këtë fjali dhe duke ju falendëruar juve që na keni ndjekur në këtë episod të 9 të Class Real Estate, së bashku do të ndiqemi në episodet e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.